Po lut, këta se jam na, në këto legjenda, se këta zakonisht mitike, do thonë figurat mitike, legjendat, ku janë shkruani, jo dihet për shembull ku ka vorrin, ku ka në çfarë viti ka jetu, po çse bartet në mënyrë gojore, brez pas brezi, këto kong dalin edhe para kristianizmit, dalin pagan. Po. Se do të thotë edhe fesë kristiane i kanë pengu zona të cilat janë pjesë e posit. Bashkë është. Të gjithave, edhe në jug për shembull, ku konë fush, ku konë qytetrim, aty pak a shumë u zhduk e posi, edhe i në zhduk këto kongë, sepse hajde perandëria bizante, hajde do të thonë ortodoksizëm, përshtatja për Shqivjetin, perandëria osmane, gjithë ty përshtatë ty hjek. Hajde mreti, hajde komunizmi, se cili ja ka përshtat, kush pi pengon, qofse del një bifuqishëm aty, do të të krijon si mit, dikon tjetër jo ta zol liderin politik që kanë pas. Ose Pashën, ose Sultanin, ose mretin, ose Enver Hoxhën, kushdo që ka qenë. Për çto e posi Krishnik i joni mas shumë të është rujtën plavë, në gusi, në kraj, vende malore ku s'ka depërtu, ose ka depërtu shumë rrallë, pushtu si shteti edhe në veri. Një gosht gati i zhdukun. Po, është e vërtet. Lahuta është e karu shumë. Jena qytetru me jona për malësia ma shumë. Ku s'ka depërtu për shteti? Lahuta, se kështë të cikë kur u hi Rusin të plitë. Mos ati kina 998 shatrash me dokument zyrtar, që ja ka dhonë të më honë Turkë me Rus, ja ka dhonë në Sërbisë bashkë. 998